Aksidentohet motra e princeshës Diana. Sarah McCormick, motra e madhe e princeshës Diana dhe tezja e princit William dhe princit Harry, ka pasur një aksident të rënd pas një rënje nga kali, sipas Daily Mail. Lajmin e ka konfirmuar vëllai i saj, i cili shpjegoi se ngjarja ndodhi muajin e kaluar dhe se Sara, 70 vjeç, është ende duke u shëruar në spital, duke folur në një podcast. Vllai i saj rrëfeu me humor se motra e tij është një pacient e vështirë, duke shtuar se mjeku kryesor i kishte thënë bashkëshortit të saj: "Ajo është një person vërtet i veçantë, apo jo?" Spencer tha gjithashtu se Sara ka qenë gjithmonë një grua e fortë dhe e guximshme dhe pavarësisht moshës ajo vazhdonte të ngjitej mbi kal dhe biçikletë. Edhe pse ajo ende hipën këtë herë, pësoi një rënje shumë të keqe dhe u shtrua në spital për një kohë shtoi. Nuk janë dhënë detaje ende të sakta rreth rrethanave të aksidentit, por mësohet se Sara ka marrë mjekim të specializuar. Ajo ka qëndruar shumë pranë familjes mbretërore që prej vdekjes së princeshës Diana në vitin 1997, vitin e kaluar ajo u pa në krah të princit William gjatë një eventi zyrtar, duke dëshmuar lidhjen e saj të fortë me niprit mbretëror.